Gjykata e posaçme vendosi pezullimin ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe kjo e fundit menjëherë zhvilloi një takim për 7 orësh ditën e djeshme në kryeministri me kryeministrin Edi Rama. Çfarë ka ndodhur që nga vendimi i gjykatës posaçme së bashku me takimin Rama Balluku në kryeministri dhe cila është procedura e mëtejshme që ndiqet në këtë rast sa i përket pjesës së raportit të drejtësisë me pushtetin ekzekutiv? Është e paprecedent, pra përderisa ne kemi një vendim gjykate, ndonse në gjykimin tim, për sa i përket pjesës së ndalimit, pra masës shënguese lidhur me ndalimin jashtë shtetit, mendoj që organi i akuzës duhet i drejtohej Këshillit të Mandateve pranë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë në mënyrë që të merrte autorizimin dhe pastaj ti drejtohej gjykatës në mënyrë që të hiqej imuniteti zonjës Balluku dhe pastaj të merrte vendimarrjen për sa i përket ndalimit jashtë shtetit. Pra, unë kam një mendim ndryshe, sepse aty kemi të bëjmë me kufizimin e lirisë, ndërsa për sa i përket pezullimit nga shërbimi publik, kjo nuk ka lidhje fare, sepse kjo vendimarrje ka qenë në kuadrin e detyrës së zëvendës kryeministrit dhe ministrit të energjetikës dhe infrastrukturës. Pra janë dy detyra të ndryshme, të cilat janë të pavarura nga njëra tjetra, dhe në këtë kuptim gjykata ka vendosur drejt. Ajo që mua më bëri përshtypje dhe që këtu jemi përpara një paralele, pra nëse do të marrim faktin e 21 janarit në cilin kryeministri mbajti në atë periudhë gjithë gardisët i mbajti në godinën e tij për gati 3 ditë, zoti Rama mbajti zonjën Balluku për gati 7 orë në zyrën e tij në kryeministri. Dhe kjo është një formë presioni ndaj pushtetit gjyqësor, ndaj prokurorisë së posaçme, por ndaj vetë gjyqtarit i cili nesër do të verifikojë masën e sigurimit personal, pra masën lidhur me pezullimin, por edhe me masën e sigurimit personal për zonjën Balluku dhe për 2 zyrtarë të tjerë. Kështu që edhe kjo deklaratë e sotme e zotit Rama lidhur me komunikimin që kishte me mediat, ai u shpreh se do ta çonte në gjykatë kushtetuese këtë çështje dhe doli hapur në mbrojtje të zonjës Balluku, fakt të cilin ai nuk e ka, pra një sjellje të cilin nuk e ka pasur herë tjetër. Pra, do ndalemi tek më falni një moment, do ndalemi tek pjesa e deklaratës së sotme të kryeministrit Edi Rama, po të merremi pak me pjesën e takimit për 7 orësh në kryeministri mes Ballukut dhe kryeministrit Edi Rama. Ju si njeri i drejtësisë, si shikoni këtë takim? A nevojiten kaq shumë orë për të diskutuar një aspekt të tillë të raportit të drejtësisë me ekzekutivin dhe në këtë rast mes gjykatës së posaçme dhe Belinda Ballukut, teksa në këtë takim u bashkua edhe ish-ministri i drejtësisë Ulsi Maja me shumë gjas për të marrë një mendim juridik? Unë nuk e besoj që ky takim u bë për të diskutuar rreth strategjisë së mbrojtjes, sepse ajo i takon përfaqësuesit ligjor. Pra, në rastin konkret kemi zonjën Balluku e cila mbrojt nga motra e saj, avokate, por më tepër ky takim në kryeministri tregon një shfaqje të kryeministrit për t'i dhënë mbështetje zonjës Balluku në publik. Dhe po të kalojmë në të kaluarën, po të bëjmë një paralele rreth vizitës së zotit Berisha një ditë përpara vendimarrjes së gjykatës së lartë për zotin Meta, ku ai shkoi për vizitë zotit Meta dhe në dalje kishte thirrur dhe Meta dhe dha një deklaratë që kishte ngrënë lepur për darkë, mos gaboj, sepse kishte qenë në darkë përpara vendimarrjes. Dhe kjo është e shpjegueshme, pra në politik gjua e trupit
apo show publik që bëjnë politikanët është një mesazh në vetvete. Pra, nuk është një mesazh që zoti Rama, kryeministri, do t'i japi prokurorit të çështjes, do t'i japi gjyqtarit të çështjes dhe do t'i japi edhe gjykatës së apelit. Nëse çështja nesër do të nëse nuk do të ndryshojë, pra do lihet në fuqi kjo vendimarrje e cila është dhënë në mungesë, sepse nesër do bëhet një debat gjyqësor ku do ketë prova nga ana e përfaqësuese së zonjës Balluku apo më vetë ajo do jetë pjesëmarrëse apo jo do ta shikojmë. Dhe nga ana ligjore është e mundshme edhe një revokim të vendimit që vetë gjyqtari ka marrë në mungesë. Kështu që vetë zoti Rama u shpreh që nuk do ta sharkonte zonjën Balluku dhe përpasoj ai i dha dhe një mbështetje tjetër me deklaratën tjetër që tha sa të jem unë kryeministër, zonja Balluku nuk do të shkarkohet, por edhe nuk do të arrestohet. Diçka e tillë, mos gaboj. Po. Sa i përket deklaratës së sotme të kryeministrit Edi Rama, të cilën e bëri krah komisionerës për zgjerimin Marta Kos, ju si e konsideroni këtë lëvizje të kryeministrit Edi Rama? Është një përpjekje për ta mbrojtur me çdo kusht Belinda Ballukun, apo është një lëvizje e tillë për të larë duart që të merret gjykata kushtetuese dhe vetë drejtësia me Ballukun? Ai fillimisht u shpreh që nuk komentonte edhe vendimet e gjykatës apo gjithë procesin e prokurorisë, hetimet, pra ai kishte një sjellje ndryshe, bie që faktikisht e ka treguar me përjashtim të asaj proteste që bëri pas arrestimit të zotit Veliaj dhe në publik ka sjell mesazhin që ai nuk ndikon dhe nuk ndryn tek çështjet e prokurorisë së posaçme, ndonse e ka bërë për gjyqtarë të posaçëm, pra për gjyqtarët e gjykatës administrative lidhur me masat e sigurimit personal, me sigurimin padis për ndërtimet pa leje, por çështja e vërteta nuk ka atakuar prokurorinë e posaçme dhe gjykatën e posaçme me vendimarrjet e tyre. Ky është rast i pa precedent, pra rast i parë që zoti Rama në publik tregon një mbrojtje të hapur për zonjën Balluku. Ai nuk ka bërë as në kohën, pra edhe në momentin që shkoi zoti Tahiri përpara se të hiqej imuniteti, ai tregoi në publik që nuk ka mbështetjen e tij, u pa në publik që nuk e shkarkoi menjëherë nga detyra, nuk bëri komunikim apo takime publike. E njëjta gjë ndodhi edhe me zotin Ahmetaj, e njëjta gjë edhe me zotin Beqaj. Kështu që kemi një sër ministrash apo ish zëvendës kryeministrash, sepse ata faktikisht në momentin që ju komunikuan akuzat apo do t'i komunikoheshin akuzat, zoti Rama ose i ka shkarkuar ose ata kanë dhënë dorëheqjen. Ndërsa ky është rasti i vetëm që zoti Rama po tregon një rezistencë të plotë ndaj prokurorisë së posaçme, ndaj gjykatës dhe për më tepër e ka bërë të komunikim publik edhe përpara faktorit ndërkombëtar, përpara Bashkimit Evropian, përpara liderave të rajonit. Pra ky është një rast i paprecedent që një kryeministër në botën demokratike del edhe mbron një antare të kabinetit të tij apo zëvendëse të tij në raport me procesin gjyqësor, me hetimin e prokurorisë së posaçme apo edhe vendimarrjen që ka marrë gjykata. Kështu që do të shikojmë se si do të sillet, pra nëse prokuroria dhe gjykata do të lëvizin nga pozicioni që kanë treguar deri tani apo jo, pra kjo sjellje do të ketë impakt negativ tek vendimarrja e gjykatës. Nesër do ta shikojmë se cila do të jetë ajo.
por natyrisht edhe gjykata e apelit është për të parë, pra nëse do të ndryshoj vendimi i gjykatës shkallës parë apo jo, dhe po do vim tek praktika, ka qenë rasti i kryetarit të Komisionit Prokurimit Publik, i cili u rikthye në punë, pra ju hoq masa e pezullimit nga detyra nga gjykata e apelit të kundër krimeve të rënda dhe korrupsionit. Kështu që presim se çfarë do të ndodhi në të ardhmen. Po.